Saranda lajmëron fillimin zyrtar të sezonit turistik. Simbolikisht, qyteti hap dyert për qindra mijëra vizitore pushues që do të kalojnë këtu ditë dhe net të paharrueshme. Rreth 300.000 vizitore shkelen Sarandën në verën e vitit që sapo kaloi. Ky numër është i destinuar të rritet. Saranda po përsos vazhdimisht kushtet për një mikpritje masive. Por, çfarë ofron Saranda për pushuesit e vizitorët? Si asnjëherë tjetër, do t'ju tregojmë pikërisht thesaret natyrore, historike e kulturore që ofron ky gjë në formë patkoji e zona përreth tij. Peizazhi dominohet nga lartësia ku ndodhen rrënojat e manastirit të 40 shenjtorëve, prej të cilëve buron emri i sotëm i gjirit dhe qytetit. Këtu vazhdojnë punimet e mirëmbajtjes dhe studimet për të evidentuar të fshehtat historike të këtij manastiri, i cili mendohet të jetë ndërtuar në shekullin e 5. Bazamenti i tij ofron një kript të sofistikuar, një labirint dhomash dhe pasazhesh. Manastiri u bombardua gjatë luftës së dytë botërore. Pak ka mbetur nga ndërtesa origjinale, por mjaftueshëm për të treguar madhështinë e kësaj bazilike, e cila ka qenë një qendër e rëndësishme pelegrinazhi për besimtarët kristianë nga gjithë bregdeti adriatik dhe nga interlandi i Ballkanit. Skripturat me pllaka qeramike përcaktojnë devocionet e individëve të ndryshëm. Emri i manastirit rrezatoi edhe në toponimin e zonës, duke sfiduar natyrshëm emrin Onesmus, të artikuluar nga Ciceroni, i cili në shekullin e 2 flet për një lundrim nga Butrinti në Rom, gjatë të cilit, siç thot ai, një erë e mbar frynte nga Onesmi. Ky është një fragment nga porta e hyrjes për në qytet nga skela. Onesmi antik, që nga shekulli 4 para Krishtit, përmendet me radhë nga Straboni, Dionisi Alikarnasit e Ptolemeu. Fragmentet të murit antik rrethues prej 850 metra linear, një pjesë të cilit u mbet në det, gjenden në brendësi të këtij hoteli, ku njëkohësisht me ruajtjen e kësaj pasurie arkeologjike, realizohet edhe një dekor me vlera autentike. Mëtej, muri në asim prapa një ndërtese të madhe. Ai takon periudhës së perandorit romak Anastas, para fillimit të viteve 500. Në qendër të qytetit ndodhen fragmentet e një sinagoge të madhe të shekullit të 6 pas Krishtit, gjë që dëshmon për prezencën e komunitetit hebre në Onesmus. Më vonë u kthye në bazilikë kristiane. Mozaiku i këtushëm i takon dyshemes së sallës kryesore të lutjeve. Në gërmime ka marrë pjesë edhe Universiteti Hebreik i Jeruzalemit. Brenda një godine të shndruar në muze, gjejmë një tjetër mozaik interesant, i cili është karakteristikë e ndërtesave të rëndësishme romake dhe bizantine. Onesmi ka qenë një qendër e rëndësishme tregtare e kulturore në periudhat romake, bizantine e mesjetare. Mozaikët e dyshemeve flasin për një nivel të lartë të luksit të shtresave të pasura të shoqërisë atërshme. Me sa duket kjo zonë, me klimën e saj joshse, ka qenë në shekuj e preferuar për jetesë. Mesjeta e gjen vendbanimin kryesor të spostuar në lartësinë e kodrës së lëkursit, me një pamje dominuese 360 gradëshe mbi det dhe në fushat nga jugu, veriu e lindja.
Një këla e vjetër madhështore troqi vëmendjen e Ali Pash Tepelenës në shekullin e 18. Ai investoi në rimëkëmbjen e saj dhe të portit poshtë, duke vërejtur intensifikimin e trafikut tregtar në këtë zonë. Sot, kjo kala është pjesë e trafikut turistik. Për vizitorin, kalaja e Lëkurësit është një domosdoshmëri jo vetëm për të pasuruar informacionin historik, por sidomos për të shijuar disa çaste me të vërtet mbreslënëse. Fragmentet e një kishe të vogël pranë portës së hyrjes në kështjell ofrojnë këto piktura murale të stilit të vonshëm bizantin. Plazhet e qytetit popullohen që në fillim të muajit maj. Çdo vit ato përsosen e kompletohen gjithnjë më shumë. Për këtë ka një kujdes të veçantë nga pushteti lokal, i cili po gjen forma interesante për të nxitur veprimtarim private në dobi të shtimit të plazheve publike. Ky është plazhi më i fundit që u ndërtua në prag të sezonit kaluar. Por në qytet, jeta ka dhe ritmin e vetë të brendshëm. Është fillimi i korrikut dhe ka shumë të rinj që ende nuk kanë kohë të shijojnë plazhet. Janë studentët e Universitetit të Sarandës, të cilët ndodhen në kulmin e sezonit provimeve. Është një universitet i ri, i cili është themeluar në vitin 2006 me kontributin e domosdoshëm të Universitetit të Tiranës dhe me iniciativën e drejt për drejt të kryetarit bashkisë. Planet janë për 2 dhe 3 fshimin e kapaciteteve në të ardhmen. Saranda tashmë po i përgatit vetë menaxherët e ardhshëm të bizneseve të lidhura ngushtë me zhvillimin e turizmit, agrobiznesit, peshkimit, transportit detare toksor e tjerë. Një bum të madh ka njohur kultivimi i shalqinit për tregun e brendshëm dhe për eksport. Shalqini i këtushëm dallohet për ëmbëlsinë e tij të veçantë. Sigurisht, ai nuk mund të mungojë në menyn e koktejlit që përgatitet në fshatin Shënvasi me rastin e një ceremonie interesante. Sot bëhet inaugurimi i monumentit kushtuar robërve austriak të ushtrisë italiane që humbën jetën në punën e detyruar për ndërtimin e rrugës së Bregut në kohën e luftës së parë botërore. Në gravur rapi shekullor i fshatit, dëshmitar absolut i kohërave. Sot kjo rrugë po zgjerohet e modernizohet në standarde bashkohore. Do të ndjekim këtë rrugë për t'ju prezantuar me disa mrekulli unike natyrore buzdetit jonë. I pari është plazhi mahnitës i Kakomes dhe pranë manastiri i vjetër me të njëjtën emër. Pastaj vjen deti, ose më mirë të themi një nga pjesët e tij më të bukura. Notimi në këto ujëra jep një ndjesi të veçantë, diçka që ka të bëjë me kristalin dhe diamantet shumë ngjyrësh, dhe që të nxit t'i dorëzohesh natyrës. Nëse ky itinerar drejt veriut fillon me mrekullin Kakome, ai vazhdon me misterin e plazhit të Virgjër të Shpellës.
plazhi I shpellës të ndjell me zbrastinë e tij mistike. Ky vend e ka magjin të zgjojë ndjesitë e papërsëritshme, ndërsa këmbët të çojnë vetë drejt detit. Njeriu këtu bëhet vetvetiu poet dhe mund të artikulojë figura letrare të jashtëzakonshme të dala jo nga truri, por nga mrekullimi I shpirtit të tij. Tani është radha e 10 tradhtinave ranore të përqafuara nga shkëmbejt. Dikush është me fat. Ai ka gjetur kthinën e vet, të pajisur edhe me xhakuzi natyral. Sërish në hijen e ullive për të pushuar pak në piskun e vapës. Vend ideal jo vetëm për plazhe, pikniqe, por edhe për aktivitete të tjera të lidhura me turizmin, si për shembull shëtitje me kuaj. Pak kilometra më në veri, ku rruga gjerpëron me skenave natyrore gati biblike, shija e peshku të freskët të vjen që në krye të deviacionit prej 1,5 kilometra drejt plazhit të Bunecit. Në këtë plazh, kryefjala është relaksi I plot dhe kënaqësia e notimit në një det gati të personalizuar. Rrugë të ngushta e Mureguri që mbyllin obore e shtëpi të lulëzuara nga pemët frutore. Ato janë baza qëndrimi relaksuese dhe piknisje për të bredhur me makinë të gjitha plazhet e bregut. Dita turistike mund të pasurohet me pak histori, tek shikon rënojat e vendbanimit të vjetër në krye kalan e Borshit, e cila daton nga shekulli I 3 e 4 para Krishtit. Sot Borshi ka disa hotele dhe 10 shtëpi mikpritëse me oboret e tyre të lulëzuara. Zarzavatat dhe frutat që banorët kultivojnë në baqet e tyre të ngritura në këto skërka shkëmbore, jo vetëm që janë bio, por dhe të bëjnë të ndjesh pak si mysafir në kopshtin e eterit. Ndoshta është vendi ku fotografia e një natyre të qetë ja kalon dhe pikturës për nga forca shprehëse dhe loja e ngjyrave. Ngjyrat që merr deti në plazhin e Borshit janë lojrat nazike të diellit mesdetar, që në këtë zonë ka një ndriçim të veçantë. Me ujëra të shumta të kristalta e hije pemësh frutore, Borshi është vendi I mrekullueshëm për kampingje buzdetit. Është koha për të kthyer në Sarand nën melodinë e këngës popullore.
Qyteti me plazhet e veta luksoze, të cilat do t'i shpalosim gradualisht, është edhe një stacion i volitshëm për ata turistë të huaj që vinë me mjetet e tyre të lundrimit shpejt. Rrugtimi nëpërmjet detit ofron peizazhet e veta spontane që sfidojnë edhe kartolinat më të arira. Lart mbi kodër ndodhet historia. Rënojat e murit të Demës dhe një manastir i vjetër, që tashmë është i rindërtuar plotësisht për të rimarrë funksionet e veta tradicionale. Pika ku ndodhet manastiri ofron peizazhe të papërsëritshme si në horizont, ashtu dhe mbi plazhin me të njëjtin emër. Këtë plazh, vendësit e quajnë plazhi i pasqyrave, për shkak të pllakave shkëmbore që rrethojnë copëzën intime të Bregdetit. Ka preferencë të madhe për këtë plazh, mbasi në të, natyra e zhveshur kontraston ashpër me vetveten. Elementi sundues është shkëmbi dhe uji, e ngurta me të lëngshme, ambient tipik për njerëzit me emocione të forta. Ja tani një plazh më i thikt. Për këta kamperist gjerman, gjetja e këtij plazhi ka qenë fitoria e vogël e ditës së sotme. Satisfaksioni që merr nga biseda me një koincidencë për një zbulim të përbashkët. Pastaj zbritje nëpërmjet shtegut shkëmbor drejt freskisë joniane. Zbresim tani pak më poshtë, në periferinë e zonës së Ksamilit. Është rruga që aty këtu merr degëzime drejt plazheve të tjera. Parajsa këtu ka fare pranë edhe seksionin e vet gastronomik. Midis ullinjve, rruga të çon në këtë plazh, i cili ka diçka më soft në mënyrën se si shkëmbi përqafon Bregdetin. Ecejaket e motoskafëve që zbarkojnë turist nga kroqera e ditës, të kujtojnë se në Sarand janë të shumtë ata që kërkojnë satisfaksionin e zbulimit të panjohurave të këndshme që ofron kjo zonë e Shqipërisë. Jo më kot, në manualet turistike të updateuara mirë, Shqipëria emërtohet si një pasion i ri mesdhetar. Saranda është ndoshta një nga frymëzuesit kryesore të këtij pasioni. Në qytet, një numër i madh baresh dhe restorantesh ku gatuhen kryesisht prodhime deti ofrojnë relaks të veçantë për stomakun dhe për shpirtin. Pamjet bregdetare me dekor plazhi masiv kërshetohen me gjallërinë e rrugëve, ku gëlon një lëvizje tipike për qendrat e mëdha rekreative.
Qyteti i Sarandës, me plazhet e shumta që rrethojnë, të krijon atmosferën e një familje të madhe, e cila shpërndahet çdo ditë në kërkim të variacionit më të përshtatshëm për gjithë secilin. Me një bregdet të gjelbëruar hijshëm, Saranda t'i jep privilegjin për intimitet absolut në një hapësirë kolektive. Janë interesante mikroklimat në këtë zonë. Duke ardhur nga lindje drejt Sarandës, në një lartësi të caktuar, syri të sheh pemë gështenjash që janë karakteristike e vendeve të freskëta. Por pasi kalon këto kanione me pamje teksane e futesh në qytet, ato zëvendësohen me bimë tropikale si banania, me lulen e saj krejt të veçantë, në formë gjerdani gurësh të çmuar. E më pas, as në pemën e piperit, me kokra në pjekje e sipër dhe me trungun e vjetër prej drurit të ngjeshur. Schinus terbinthifolius, ky lloj dru piperi të sjell në mend Brazilin. Por artisti drurin e përdor për të zhvilluar artin e tij të gdhëndjes. Në të ndihen fuqishëm tonet e jetës të mishëruara në peizazhe dhe karaktere njerëzore, të trajtuara të gjitha me një sens të hollë humori artistik. Pas kësaj intermezzoje të shkurtër, rimarim rrugën tonë nga ana lindore e qytetit. Ju sigurojmë se rrjedha e sipërme e këtyre ujrave nuk do ta ketë pamjen kaq urbane. Përkundrazi, ajo të fut në një oazë madhështor, u pylli i zbutur nga njerëzit ka në qendër një sy të ujshëm e të stërmadh. Kudo në botë, këto lloj monumentesh natyrore janë burime legjendash. Në këto legjenda është gjithmonë një vajzë e re që sakrifikohet sipas ritualeve pagane. Por kjo gjë tingëllon shumë absurde, para kënaqësisë që ndjejnë këto vajza tek sfidojnë me guxim ujin e akut. Syri i kaltër është një nga vendet më të vizituara, jo vetëm për burimin e ujit, por dhe për faktin se ai është një oazë freskie, ku gjatë verës mund t'i shmangësh këndshëm rrezeve të diellit të nxehtë mesdetar. Pasi çajnë pyllin e dendur, ujrat e burimeve të syrit kaltërt ofrojnë një tjetër tip peizazhi madhështor. Le ta shijojmë për pak çaste së bashku me këtë çift motoristësh. Liçeni i syrit kaltër, me certifikat natyrore për pastërti absolute. Isolé dans le Mésopotamie.
Familja franceze bën planet për një vizitë në Mesopotam, ndërsa ky tricikël i verdh na kuriozon shumë se si mund të marrë brenda 4 veta të rritur, dhe jo thjesht për të shkuar nga pika A në pikën B brenda një qyteti, por nga A-ja në Z, duke bredhur botën. Këta janë një ekip i Universitetit të Venecias që po bën matje fotogrametrike me skaner lazer. Krijesat mitike të gdhëndura në gur gjenden në të gjitha katedralet europiane të mesjetës, gjë që flet për një bashkëveprim intensiv të kësaj zone me Europën perëndimore. Dyshemeja e brendshme përmban ende fragmente të dyshemes origjinale të 700 vjetëve më parë, me figurat periudhës anxhuine, kurse ndër blunë e mureve janë ende gjurmët e pikturave murale të kohës. Manastiri i Shën Nikolës është padyshim një nga margaritarët e zonës së Sarandës, me një stil ndërtimi unikal për periudhën bizantine. Familja franceze vendos që të hanë drek pak kilometra më tutje, në rrugën Sarand-Delvin. Vendi këtu ka një toponimi turke dhe quhet Karahaç. Një vale përgjithshme romantizmi duket se i përshkon të gjithë. Sot jemi më datën 15 gusht dhe të krishterët mblidhen në fshatin Kostar për të festuar ditën e Shënmërisë. Manastiri këtu ngjeshet pas faqes së malit. Është një manastir tipik ortodoks, nga ata që u ndërtuan me shumicë në Ballkan gjatë shekullit të 14. Shikoni dritaren që hapet në mënyrë misterioze përballë faqes së shkëmbit. Kisha e vogël brenda ruan afreske murale të kohës në sfondin shumë të errët të mureve dhe tavanit. Qindra njerëz shkelin brendësinë e kursyer të manastirit në këtë ditë të shënuar e pastaj zbresin poshtë për të festuar. Është interesante, në zonën Sarand-Delvin ka kudo gjurmë antikitetesh që krijojnë një përzierje të çuditshme periudhash historike. Tashmë kemi mbritur në qytetin e Delvinës, që është një komplement turistik i fuqishëm i Sarandës. Qyteti ka rënojat e kalasë së vet mesjetare. Kompleksi Bektashi përfshin një burim uji, disa hamame dhe një tyrbe ku një pjesë e ekipit të Universitetit të Venecias vazhdojnë matjet e tyre gjeometrike. Mëtej, ata vazhdojnë ulëmtimet në kompleksin e kish xhamisë së Rusanit, për të ndërtuar një art tridimensionale të bashkëveprimit kulturave bizantine dhe otomane. E gjitha kjo është në funksion të një plani integrues rehabilitimi të lançuar nga Këshilli Evropian dhe Komisioni Evropian. Kudo në këtë zonë, vizitori ndodhet para një tradite multifetare dhe multikulturore, që i ka fillimet në një maj kodre pare pranë qytetit të bukur të Delvinës. Ky është qyteti antik i Foinikës, kryeqyteti i gjithkaonisë dhe Ligës Epirote në vitet 231 deri 167 para Krishtit. Këtu është vendi ku Roma me Maqedoninë
nënshkruan traktatin e paqes që i dha fund luftës së dytë punike. Teatri me përmasa të mëdha tregon për një numër të madh popullsie dhe vetë Saranda e Ajtojit, vendbanim i lirë shumë i vjetër. Duke kaluar pranë fshatit piktoresk të Mursis, Quka e Ajtojit na shërben si pikë referimi për të arritur në qytetin e vogël të Konispolit, në skajin më jugor të rrethit Sarandës e të vetë Shqipërisë. Pranë tij është pika e hyrjes për në Shqipëri nga ana e Greqisë Veriore. Këtu nuk mungoj në skena për jetë e fshati, ashtu si kundër ekziston dhe infrastruktura modeste e një urbanizimi të mirëfillt. Pisht e detit janë një specialitet dekorativ për Konispolin. Ato janë shumë të shijshëm, por duhet të qërohen me kujdes para se të hahen. Në jug të liqenit Butrindit është kanali i Vivarit, përballë ishulli i njohur turistik i Korfuzit. Nga aeroporti piktoresk i Korfuzit, brenda 10 minutave ndodhesh në agjensinë më të afërt që siguron udhëtimin e shkurtër me anije drejt në Sarandë. Ja si duket zona e Butrindit, teksa anija përshkon kanalin e Korfuzit drejt Sarandës. Një kalali pas Shtepelenës shërben si pikë referimi për të kthyer përsëri në këtë udhkryq turistik, ku gjatë verës ka një lëvizje të madhe. Kanali i Vivarit, që ka qenë porta detare për në Butrindin antik, sot kalohet për 5 minuta me një trap, i cili me primitivitetin dhe efikasitetin e tij përbën një çudi të vogël, se si përballon 24 orë rresht trafikun e shumë të kohës së verës. Zona e Butrindit është stacioni i parë i kamperistëve që vijnë nëpërmjet kufirit verior grek. Këtu ata bëjnë një shlodhje të shkurtër, rigrupohen, si të thuash, dhe përcaktojnë itineraret e mëtejshme. Pare pranë liqeni ku rritet midhja tepër e shijshme. Për rreth, syri të knapamje të fryteve të punës së kujdesshme të fermerëve të zonës. Pas Butrindit vjen zona e lakmuar e Ksamilit. Nuk do të bëjmë koment, por do të riprodhojmë fjalë për fjalë për shkrimin për Ksamilin që gjendet në websajtin Wikipedia. Ksamili, shkruan Wikipedia, është një qytet në Shqipërinë e Jugut, në anë të rrugës Butrind-Sarandë. Është një nga resortet bregdetare më të frekuentuara nga turistë vendas dhe të huaj. Atraksionet kryesore, vazhdon Wikipedia, janë grumbulli i ishujve aty pranë, në të cilat mund të shkosh me varka të marra me qera. Ka disa hotele të vogla që funksionojnë gjatë verës dhe restorante ku shërben gatime me prodhime të freskëta deti.
Plazhet janë të vogla e të pastërta. Ky është plazhi më ekstrem I Ksamilit në distancën më të shkurtër nga Kasiopi I Korfuzit. Ja dhe ania studimore e RPM Nautical Foundation. Ndër zbulimet më të fundit në nujore të ekipit të studiuesve shqiptar dhe amerikan ishin mbeturinet e një anije antike të ngarkuar me pllaka qeramike, e cila I përket shekullit të 4 para Krishtit. Bregdeti I Sarandës ofron kushte të mrekullueshme edhe për ngritjen e shkollave profesionale për zhytje. Ania studimore futet në gjirin e Sarandës në nuanca të forta të blus marine që ofron sot prakperëndimi I diellit. Pragmuzgu në Sarand është gjithmonë një kombinim I fillimit për gjumjes së plazheve, që gradualisht boshatisen, dhe fillimi I të lëvizjes brenda në qytet e përreth tij. Pasionet janë nga më të ndryshme. Klubi I gjuetarëve të zonës funksionon mirë. Ata thonë se rrallë dalin pa gjë. Me interes të veçantë është festivali I bandave frymore që bëhet çdo vit në periudhën e verës në Sarandë. Tashmë kjo është kthyer në traditë për këtë qytet me gjallëri të madhe në kohën e sezonit turistik. Shëtitoria Buzdetit dhe rrugët e qytetit fillojnë të gjallërohen sapo perëndon dielli. Megjithatë kulmin e popullimit, ajo e arrin në orët më të vona të mbrëmjes. Një kampionat për futboll femrash përgatitet të fillojë në stadiumin afër qendrës së qytetit. Shëtitja është një institucion I vërtet shoqërizimi dhe ka vlerat fuqishme anti-stres. Një turiste dërgon kartolinë. Përshëndetje nga Saranda. Qenë ka një mrekulli. Sonte do të shkojmë në Butrint, në teatr. Në amfiteatrin e Butrintit, sonte është shfaqja e parë e festivalit ndërkombëtar të teatrove që vazhdon disa ditë. Tani spostohemi përsëri në qendër të qytetit, ku po nis kampionati kombëtar I bilardos.
tre piktorë të tre stileve të ndryshme, por që këtë afrojnë, dhe për afrimi është që këta kanë pikturuar me shumë dashuri qytetin e tyre të Lidis, qytetin e Saratës, që meriton në gjatë pikturohet nga tjirë kryetarë të Saratës, me punët e tyre, me bizneset e tyre kështu me radhë. Saranda ka një grup të mirë piktorësh të talentuar. Koncerti me titullin Kuptim plot, Qamëri më mori malli. Bashkia e qytetit tregon një kujdes të veçantë për pasurimin e jetës artistike dhe kulturore gjatë gjithë periudhës së verës. Po edhe një traditë e fuqishme e veprimtarive komplekse për një qytet turistik me pretendime të larta për përsosjen e mikpritjes. Në fshatin Livadhia po zhvillohet festivali i minoritetit grek. Kostumet e tyre popullore janë një vlerë e shtuar në kostumografinë e pasur të Shqipërisë. Dal nga dal koncerti zbret nga skena dhe spektatorët bëhen pjesë e tij. Sa po bie errësira, spektatorët vinë me qindra për të mbushur shkallët e amfiteatrit Mira Vjeçar. Për vetë natyrën e dramës që luhet sonte, edhe lloji ndriçimi të fut në atmosferën e antikitetit. Nuk dua t'ja di për së patën që kokën time do të flak më tanë, as për krenat e tjerë që do të priten, për fundin e të mërshëm të një nëne, shfarosjen e atritve. Ja dhe grimca nga festivali i bandave frymore. Luhen pjesë të natyrave të ndryshme, që nga marshet, pjesë xhazi e melodi të njohura. Ndërkohë, lëvizja e njerëzve drejt destinacioneve të ndryshme të argëtimit është të shtuar. Baret dhe restorantet e shumt kanë filluar të mbushen. Gjiroja në shëtitoren Buzdetit po merr kapacitetin e saj të plot. Në qendër të shëtitore si gjatë Buzdetit, gjallëria arrin her pas here kulme, sepse pikërisht aty zhvillohet shumica e koncerteve. Por jo të gjithë janë aty. Gustot dhe aktivitetet janë të ndryshme. Në lokalin e Kalas së Lëkurësit, grupi të zhurmshëm të motoristëve të një klubi shqiptar të stilit al-amerikan, ja zëvendin areja e valles popullore.
Në Disco në Afrika, të pranishmit habiten me lojrat e prestigjatorit. Më pas, vijojnë skena kërcimi nga më të ndryshme. Disco Keliani ofron kërcim buz pishinave. Në lojën e dritave, Disco Ecuador ofron ritmet e veta për klientët e natës. Në diskon Mango Beach, sonte ka një kombinim të valles popullore me koncertin e 2 këngëtarëve të njohur. Hoteli Grand ka grumbulluar qindra njerëz për t'i argëtuar në shoqërinë e një grupi pop të preferuar. Rreth 42.000 banor ka qyteti i Sarandës, por mbi 120 hotelet dhe qindra shtëpi private të mbushura plot me turistë e shumë fishojnë këtë numër. Katamarani ndërtuar nga një grup të apasionuarish sot hidhet në det për një shëtitje inauguruese. E në shëtitje e sipër ndihen thirrjet e mysafirëve që duket se po vinë drejt nga lashtësia. Ej hop, ej hop. Argonautët kanë hyrë tashmë në gjirin e 40 shenjtorëve. Mira plazhist ndjekin spektaklin. S'na mbetet veç të kërkojmë me shtyre Jazonin, me në dorë lëkurën e dashit të artë. Vinë nga Korfuzi për një shëtitje të shkurtër e për të njohur pak Sarandën. Të reqin vëmendjen e plazhistëve, atyre që janë në port dhe të pushuesve në balkone. Kështu nis sot edhe një ditë tjetër vere e Sarandës. Por sot do të tregojmë diçka tjetër, plazhet e vetë qytetit. Në rrugën deri te kanali i Çukës ka 10 hotele e pranë tyre plazhet e pajisura më së miri. Një pjesë e hoteleve kanë edhe pishina me ujë të ëmbël për një relaks sa më të kompletuar, ku natyrisht nuk mungon shërbimi i personalizuar. Ndërsa afrohet dreka, kryezat bëhen gati e kuzhinat ofrojnë specialitetet e tyre sidomos me prodhime deti fare të freskëta. Tregu i qytetit ofron fruta, perime, midhje e peshk për të gjithë ata që duan të gatuajnë vetë.
Plazhet e Sarandës janë një terminal detar natyror i rrugëve dhe shesheve të saj. Në to deti është shumë i pastër dhe pejsazhet ndonse më pak të virgjëra kanë një variacion të madh. Trafiku turistik është gjithnjë dhe në rritje progresivisht me shkallën e njohjes në rang kombëtar e ndërkombëtar të Sarandës. Njerëzit vinë tashmë nga të gjitha drejtimet dhe me të gjitha mjetet që kanë në dispozicion. Dhe Saranda i mirëpret të gjithë me ngrohtësi, i fut natyrshëm në familjen e madhe të pushuesve, familje e cila ofron ditë të paharrueshme të një romance të vërtet joniane.